الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahu na falënderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj që nuk i takon as kujt adhurimi me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Muaji Ramazan është muaj i ndryshimeve kozmologjike, muaj i dhuratave hyjnore dhe muaj i shumë mirësive. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit dhe nuk mbyllet asnjë derë. Dhe mbyllen dyert e xhenemit dhe nuk hapet asnjë derë. Dhe në këtë muaj prangosin shejtanët. Mundësi e ardhë për secilin prej neve që t'i kthehet Zotit atij. Të i kthehet Allahut i cili e krijoi atë. Atij që i bën gjunohe për çdo ditë e për çdo natë. Mundësi e ardhë për neve që ta shfrytëzojmë këtë muaj deri në maksimum. Prandaj edhe një thirrës në fillim të Ramazanit thërret edhe thot: o ti i cili e kërkon të mirën nxito, o ti i cili e kërkon të keqen freno. Pra o ti i cili e kërkon të mirën, nxito drejt Zotit tënd. Kërko falje prej tij, përmirësoj raportin me të, përmirësoj veten tënde edhe zemrën tënde. Ti i cili e ke ndërmend që të bësh gjuna, e ke mundësinë tash të ndalesh sepse shejtanët janë dobësuar, dyert e xhenemit janë të mbyllura kurse dyert e xhenetit Allahut azza xhel janë të hapura. Ta kuptojmë Ramazanin se është sikurse një treg. Një treg ku te ka tregtar edhe ka madhra të ndryshëm edhe të lloj-llojshëm. Mos harro se tregtarët janë agjëruesit, gjithë ato madhra janë mirësitë e Allahut azza xhel, kurse tregu është vetë Ramazani. Andaj ke po kur shkon treg ka lloj-lloj njerëz i cili bën tregti. Disa prej tyre janë më të aftë në tregtinë e tyre, dinë si të investojnë, edhe dinë si ta menaxhojnë pasurinë e tyre dhe dinë si të përfitojnë. Krahasim me disa të tjerë të cilët i sheh se zakonisht ata nuk dinë që tregtojnë, edhe shpeshherë ndodh që ata dhe të humbin në tregtinë e tyre. Kështu duhet që të qemi edhe ne në raport me Ramazanin. Secili prej nesh të mundohet që të tregtojë sa më mirë në këtë muaj, të shfrytëzojë gjithë ato madhra që Allahu subhanahu neve na ka ofruar, edhe të mundohemi që ne sa më shumë përfitojmë prej tyre, me qëllim që kur dalim prej Ramazanit të dalim të pastruar që kemi fitu, e jo të humbur që kemi humb, për shkak se ai i cili humb me të vërtetë është privu, edhe është privu do thotë shumë keq. Ramazani e thash edhe marrë që është muaj i mundësive. Përsëritet një herë vetëm se në vit. Mirë po shpikpyqje se vitin tjetër a do qemi gjallë unë edhe ti. Ai do të vije, s'ka dyshim. Po problemi se unë edhe ti a do qemi prej atyre që do të kenë mundësi ta agjërojnë Ramazanin vitin e ardhshëm, andaj ta shfrytëzojmë deri në maksimum. Ramazani është mundësi për atë i cili shkëputi lidhjet e tij me Zotin e tij, që të nxitojë sa më shpejt të i kthehet atij. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Ngutuni drejt faljes së mëkateve nga Zoti juaj dhe një xheneti që gjerësia e tij është sa mes qiejve dhe tokës i përgatitur për të devotshmit. Ai i cili i ka shkëput lidhjet e tij me përmendjen e Allahut azza xhel, le të kthehet përmendjes Allahut, le ta shfrytëzojë mundësinë e Ramazanit që sa më tepër ta përmendë Allahun azza xhel. Allahu thot: "Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun." Më përmendni që unë që përmendi juve dhe po ashtu më falënderoni e mos mohoni. Ramazani është mundësi për atë që i praktisi xhamit. Edhe harroj se si duket shtëpia e Allahut azza xhel. Dikur vinte në xhami, ishte prej atyre që në vazhdimsi falte namazet me xhamat, mirë po një kohë të gjatë i praktisi ato. Mundësi e mirë është muaj Ramazani që t'i kthehet sërish xhamive, t'i kthehet namazit me xhamati dhe t'i kthehet taravive, dhe ta zbusë zemrën e tij dhe ta përmirësoj raportin e tij me shpinën e Allahut azza xhel. Allahu azza xhel thot: "Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Për kujdesuni për namazin, në veçantë namazin e mesëm, që është namazi i kindis, edhe ngrihuni ose përkushtojeni Allahut azza xhel duke qenë prezent në namaz ose duke e fal namazin. Ramazani është mundësi për atë që e praktisi librin e Allahut azza xhel. Dikur e lexonte, mirë po e përfshiu gafleti zemrën e tij. E praktisi librin e Allahut azza xhel, edhe nuk i shkonte ndërmend që ta marrë ta lexojë librin e Zotit atij. E la dikun me një qosh, e tash e ke mundësinë. Për shkak se muaji Ramazan është muaji i Kuranit. Jo vetëm se që kërkohet leximi i Kuranit tash Ramazan, sepse leximi i Kuranit kërkohet vazhdimsi,
po nëse do që ta përmirësosh raportin tënd me Kur'anin, e ke tash mundsinë. Unë e thash që dyert e xhenetit janë të opera, dyert e xhenemit janë të mbyllura dhe shejtanët janë të dobësuar, e ke tash mundsinë. Andaj nxito edhe puno. Allahu subhanahu wa taala shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Muaj Ramazani është muaj ku tek ka zbrit Kur'ani, i cili është udhërofyes për njerëzimin. Muaj Ramazan është mundësi për atë i cili dëshiron që ta dëgjojë sa më tepër librin e Allahut azza wa jall. Ka për njerëz që nuk dinë që të lexojnë. Janë blok, ndoshta nuk e kanë mundësinë tash, edhe nuk shohin mirë, po e dojnë librin e Allahut, edhe dëshirojnë që sa më tepër ta dëgjojnë. Tash e ke mundësinë. Ramazani është mundësi për shak të teravive edhe të namazit natës. E ke mundësinë për me dëgju që me ta kënaqë shpirtin edhe me ta ratu zemrën tënde. E ke këtë mundësi, andaj mos e neglizho edhe shfrytëzoje deri në maksimum. Allahu subhanahu wa taala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ela bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ata që besojnë dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut, me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Po ashtu, Ramazani është mundësi për ata që e shtrydhon dorën e tyre dhe nuk shpenzojnë për hir të Allahut azza wa jall. E kanë mundësinë, mirë po bujaria e tyre është vyshk. Tash e ke mundësinë. Ky muaj bujaris, muaj fisnikris ku njeriu e paraqet bujarinë e tij, e paraqet fisnikrinë e tij, andaj mos e neglizho. Nxito sa më shpesh edhe sa më shumë që ta shtrish dorën tënde me qëllim që ta kënaqësh Zotin tënd dhe ta zbutësh zemrën tënde. Ramazani është mundësi për me përmirësu raportet e tua me prindrit e tu, me prindin tënd që nuk e respekton, e neglizhon, nuk kujdesesh për të, e shan, e ofendon, ndoshta edhe mallkon, po ndoshta për tyre ka që Allah na rujtë edhe rre, që është më e keqja dhe më e rënda dhe nuk mund që të paramendot, mirë por realisht ekziston. E Ramazani është një mundësi e tillë. Zemra jote zbutet, gjitha ato mundësi që Allah t'i ofron gjatë Ramazanit ndryshojnë, edhe tash ndryshoj raportin tënd me prindin tënd. Me baban apo me nënën, nëse ke qepë atyre që nuk i ke respektu, respektoj, shko kërkoj falje për gabimet e tua që i ke bërë kundrejt atyre dhe fillo një jetë të re me ta, me respekt, me nder edhe me kujdes për ta, sepse ata janë prindërit e tu. Sa më shumë që afrohesh atyre, aq më shumë i afrohesh Zotit tënd. Sa më shumë që largohesh prej tyre, aq më shumë edhe zemrohet Zoti yt me ty. Andaj kujdes, përmirësoj raportet me ta, edhe ndryshoje sjelljen tënde kundrejt tyre me qëllim që të afrohesh sa më tepër te Zoti yt. Ramazani është mundësi për përmirësimin e raporteve tua me familjarët e tu, me akrabat e tu, edhe po është edhe me fëmijën tënd, që ndoshta ke zënka, ke grindje, ke mosmarrëveshje. Tash e ke mundësinë për ndryshim, edhe ke mundësinë për përmirësim. Zemra jote është më ndryshe krahas muajve tjerë. Jo që muajt e tjerë janë më pak vlerë, por Ramazani është i tillë që vlera e tij është më e madhe dhe mundësia për ndryshim është shumë më e lehtë krahasim me muajt e tjerë. Ramazani është mundësi e ardhë për atë i cili karakterin, tabiatin e ka të vrasht. Gjua e tij mallkon, gjua e tij shan, gjua e tij është e pist, vazhdimsi shan, ofendon, nënçmon për buzë edhe mallkon. E ke mundësinë tash që ta përmbash gjuhën tënde. Prandaj ai thirrsi i cili thirr në fillim të Ramazanit thot: "O ti i cili e kërkon të mirën, nxito, hec, shko më shpejt, nxito për të veprat e mira dhe o ti i cili e kërkon të keqen, freno, ndalu, për shkak se tash e ke mundësinë." Mos e lë këtë mundësinë. Nëse themi që Ramazani është muaj ndryshimit, atëherë le të fillojmë, le të ndryshojmë nga veça jonë, që gjuhë e cila është gjuhë pa asht, e cila nuk ka kontroll prej teje, varet kontrolli i saj. Andaj përmbaj atë, edhe frenoj atë gjuhë që deri dje ke përdor për me shoh, për më ofendu, lagë tash me përmendjen e Allahut azza wa jall. Mundo sa më tepër të bësh istighfar, edhe ke për me pas se si do ndryshojë gjendja jote dhe po ashtu si do ndryshojë do thotë edhe tabiati jot. Allah azza wa jall thotë: "Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Thuaj robërve të mi, ta thuan vetëm sa të cila është më e mira, ndërsa pejgamberi sa sem thoshte: "Wal kalimatu tayyibatu sadaqa." Kurse fjala e mirë është sadaka, do thotë që është lëmosh. Ramazani është mundësi për atë i cili e praktisi shoqërimin e njerëzve të mirë, që ishin fetar dhe që ishin devotshëm, mirë po shejtani, shoqëria e keqe, edhe po ashtu rrethonat ndikojnë nganjëherë që njeriu të largohet nga rruga e tij, të largohet nga ata që janë të kapur për fenë e Allahut, edhe të shkojë me ata që epshi i tij zakonisht e nxit që të shkojë pas tyre. E nëse ke qenë i tillë ose je i tillë, ndrysho.
për shkak se tash e ke mundësinë me pa se cila shoqëria është e mirë dhe cila shoqëria është e keqe, cila është më e dobishme për ty e cila është më e dëmshme për ty, tash e ke mundësinë me lejen e Allahut xhel. Ata të qenë doslarët e tu që deri që ke qenë me ta nuk vinë xhami, ti shef që as që agjerojnë, i shef që as që prezentojnë në për shtëpitë e Allahut, as që intereson që ta bëjnë një vepër të mirë, krahasim me ata shokët e vjetër që i ki pas, e që kanë qenë fetari, shef në për xhami, edhe shef që kujdesen për librin e Allahut, dhe shef që kujdesen për mirësi dhe e duan të mirën për çdo njërin, e veçantë për mua dhe për ty. Andaj kujdes. Tash le të jetë ai moment kur kthesh edhe le të jetë pikë nisja jote e kthimit tënd në namaz, në shoqërinë e mirë, edhe në shtëpitë e Allahut dhe në leximin e librit të Allahut xhel. Elus Allahu që do të bëj tyre wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ai i cili dëshiron të mirën, Ramazani është mundësia më e mirë për te për shkak se dyert e të mirës janë shumë. Ai i cili dëshiron që të mbrohet nga e keqja dhe të largohet prej nga e keqja, le ta di që Ramazani është mundësia më e mirë tash, për shkak se nuk ka mundësi më të mirë se muaji Ramazan. Andaj ai i cili ka probleme me çështjen e telefonit dhe me çështjen e televizorit dhe nuk mund që t'i braktisë gjithë ato seriale edhe ato filma e në veçanti të fëlliqura, le ta mbyllë televizionin e tij, le ta ndale pak celularin e tij dhe le të mundohet që t'i kthehet sa më shumë librit të Allahut dhe dëgjimit të librit të tij. Për shkak se ato gjitha ndikojnë që zemra zbutet edhe syri të pastrohet. Mos harro se edhe për syrin tënd kemë dhënë llogari. Gjithë ato shikime që i bën për haram, mos kujtoti se mbeten ato vetëm se për aty jo. I ke melek që shënojnë, edhe shkruajnë çdo vepër tënde, edhe çdo send që e fol edhe që e bisedon, edhe nëse më kur do dalësh para Allahut, do çuditesh se prej ku më erdhën këto të këqija, kur hapen fletushkat edhe i shef veprat e tua, ke mu çudit, ke më thon prej ku, ama normalisht që melek ti ke pas me veti, mua dhe se ke pas asnjërin, po Allah azza xhel e ke në vazhdimsi me vete. Andaj vedia mbikëqyrje zinore tash Ramazan shtohet për shkak se tash Ramazani është i fshet, agjerimi është i tillë që është i fshet. Nuk e shef askush përveç teje edhe Allah. Kjo ta shton edhe ihsanin, bamirësinë, ta shton atë gradën më të lartë që është pas Islamit edhe pas imanit, e që vije ihsani, e që nuk kupton se ti ja ke frikën Allahut, sikur se e sheh, edhe pse nuk e sheh, po ti e di që Allahu të sheh. E kjo vetdije duhet patjetër me qenë prezente ti. Nëse shtohet kjo vetdije, atëherë me lenin Allahut, edhe shumë lehtë ke për me fikën celularin, edhe me fik televizionin, edhe mos me shiku gjëra pista, veçanti në Ramazan, barëm në Ramazan, që ma vonë inshallah ta shohmi se sa po ndikon te zemra jote që ti ndryshosh për ma vonë. Ramazani është mundësi e mirë për me ndihmu atyre që kanë nevojë të qenë gratë. Normalisht ne për me ndihmu dikujt duhet patjetër me pa edhe një i cili është i kputur, i cili më nuk ka kur gjë hiç, ka dalë më rrugëve, më ka detyruar nevoja që me dal edhe me ta shtrit dorë. Ka shumë nevojtar, po edhe nevojtare. Ne fatkeqësisht nuk i kërkojmë ata, ne jemi të fokusuar vetëm se te një shtresë, te jetimat. Po me pason këtë punat e jetimit, po kjo me ca jetima, 1 miliard e gjys, 1 miliard jetima. Po do thot ashtu ne e bimi punën se çdo sen ta fokusojmë vetëm se te ai i cili është jetim. Kërkon ndonjëherë ndihmë, diçka për me ndihmu dikujt i cili ka nevojë, thot është jetim. Kërkon diçka i cili ka nevojë për diçka është jetim, po mirë, a vetëm se jetima që këtë dunjë, pa nuk ka çert musliman që ka të ngratë, e ka të varfër, po ka dhe sa motra muslimane të cilat kanë nevojë për ndihmë, askush nuk i ofron ndihmë, për shkak se ato nuk dalin për me kërku, e ruajnë fytyrën e tyre, edhe të vlatëve tyre. Do shta janë të veja, do shta janë dome, do shta burri ju ka vdek, ama ti dush me ditën pak më thonë ma i këfjell, se unë e thash, kjo është tregti realisht, është biznes me Zotin tënë. Andaj ashtu si që kujdesesh për bizneset e tua, që me gjetë mas mirëti si ka mundësi për me investo të Zotin jotë. Investon këtë mënyrë, edhe shihe biznesin, raportin me Zotin tënë, me çështjen e të mirëve sikur si biznes. Shumë e thjeshtë, nuk ka filozofi. Do me bo mirë e gjen ata që është më i nevojshëm, kohën e dur, momentin e dur, personin e dur. Tamam, sigur se në tregti, kur investon e shikon 24 orë mendon ku me investu, si me investu, a ka fitim, a s'ka fitim. Tamam, e njëjta është edhe këtu. E andaj, kjo është arsyeja sepse muslimani duhet me lexu pak më tepër, për me ditë dosene, për me kuptu hierarkinë e të mirave, që cila është më e mira me ditë kur me punun. Kjo është filozofia. Ama nuk është puna vetëm se kam dëgju, se po baj ka një jetim me pas ka përmen një osh, po tamam, krejt jetima i mirë. Po jetima dhe piktyqja është pastaj një numërit për tëra, a janë jetima, po nuk janë jetima. Edhe ka rregulla në shariat, që kush caktohet jetim dhe deri kur është jetim, ama jo derisa ti bën njëri 30 vjet jetim.
Se po njeri është martue, është stabilizue, ku e di unë shka, ama ju ka fiksu në trumë, më këtonë veshjetimi nuk ka qëtër. Andaj, ka njerëzit që kanë nevoj. Kujtesemi për ta, Ramazani është mundësi, për shkak se është muaj i bujarisë dhe muaj i fisnikrisë. Ramazani është mundësi për nënat e tona, për gratë e tona, për motrat e tona, për bijat e tona, të ndryshojnë traditën ose të ndryshojnë atë ritmin e jetës së tyre, atë rutinën. Mos jetë Ramazani mundësi për përgatitjen e ushqimeve, dhe cilat dallohet se cila u përgatit më mirë, jo. Por Ramazani le të jetë garë, se kush po lexon më shumë Kur'an, kush më tepër po fal namaz, kush më tepër po bën vepra të mira, kush më tepër po i afrohet Zotit vet. Le të jetë kjo mësim dhe le të jetë garë me qëllim që ato përmirësohen dhe ato të ndryshojnë. Ramazani është mundësi e mirë për prindërit, baballarët edhe nënat, që të luten për fëmijët e tyre. Sa fëmija ka nevojë për lutjen e prindit. Te ne keni pa shpesh ndodh që ne lutemi kundër evlatëve tonë. Që nuk talohet edhe nuk lejohet edhe është rrezik, për shkak se lutja e prindit ka mundësi mu pranu. Nëse pranohet, edhe vlat jot ndodh ashtu sikur se ti kërkon, çfarë ndodh më vonë? Ti e mallkon, e ofendon, i thu kur Allah mos dhash hajër, kur mos pafsha mirë prej teje, çka po do pastaj pse po kërkon mirë prej vllatit tan? Ti vetë që ai i cili kërkon prej Allah që ta bëj fëmijën e tij. Andaj le të jetë Ramazani mundësi për çdo prind, babë edhe nën, që të lutet për evlatin e vet për shkak se lutja e prindit pranohet për fëmijën e vet. Sa i devijuar i ka qenë sebeb lutja e prindit, lutja e nënës, që të sebeb që ai tuzohet dhe përmirësohet gjendja e tij. Andaj mos ta braktisim këtë mundësi, për shkak se Ramazan edhe mundësitë për dua, edhe mundësitë për pranimin e lutjes janë shumë më të mëdha se sa jashtë Ramazanit. Poshtë Ramazani është mundësi për atë i cili e pi duhanin, që ta braktisë duhanin, ta qetësojë shpirtin e tij, ta ratojë zemrën e tij, po ta ratojë edhe xhepin e tij. Edhe mos ta dënojë edhe familjen e tij. Për shkak se shumë njerëz e kanë këtë problem. Kur e lë, atëherë shef se sa ke harxhit. Edhe normalisht që edhe ekonomia në familje shtot, po çfarë do të holla, ka mundësi me përdor për diçka e cila është më e hajrit. Ramazani është mundësi për secilin i cili merret me komar, edhe i cili merret me bigjoz, që ta praktisë bigjozin, ta praktisë komarin. Për shkak se bigjozi, komari janë kanceri i shoqërisë. Nuk ka shoqëri punë tek komar, vetëm sa shoqëri vuan nga gjitha ato pasoja dëmshme që i sjell ky kancer. Kancer i rrezikshëm që fatkeqësisht e shohim nëpër rrugët e tona, i shohim edhe tant musliman që hyjnë edhe dalin prej aty. Qoftë kazino që njihet, qofshin ato sportska që njihen sot. Edhe që njerëzit mendojnë që ato lejon, edhe ju duken të lehta ose ato llotaritë ku diun çka, gjitha ato janë ndaluar dhe gjitha janë pjesë e komarit edhe bigjozit, dhe ai i cili merret me ta padyshim që vetëm se shkatron veten e tij, pasurinë e tij, po dhe familjen e tij që është më e keq që Allahu na ruaj. Andaj Ramazani le të jetë mundësi për ndryshim me len Allahu xhel. Ramazani është mundësi e mirë për ata tregtar, të cilët kanë pasuri edhe kanë tregti, edhe kanë edhe punëtor, edhe ju bëjnë dëm punëtorëve të tyre me rrogat e tyre apo me çmimet e tyre për muslimanët. Shohim që ka njerëz të cilat i keq përdorin punëtorët. Edhe po ashtu i keq përdorin edhe njerëzit me rritjen e çmimeve. Mundon me pak të fitojnë shumë, ama harrojnë që bereqeti vjen prej Allahut azza wa jall. Ti ndoshta fiton, po dikur humbësh. Sa njeriu ka qenë i tillë, po në fund ka mbet askundi. Ç'është janë varet këtë me Allahun azza wa jall. Andaj sa më i sinqert që je, sa më tolerant që je, edhe sa më i mirë që je me lenë Allahut, do përmirësohen ato çështjet e tua. Kjo vlen për punëtorin që nuk jep hakun pronarit të tij. Le ta përmirësoj veten e tij, le të japë hakun, le ta respektojnë marrëveshjen që ka me padronin e tij, pak nacitë e tij, ka mundësi për me shpreh forma ndryshme. E Ramazani le të jetë një piknisje ndryshimit të tij. Andaj po e përfundoj, Ramazani është muaj i mundësive. Le ta shfrytëzojmë maksimum, se pikpyetja është a do të jemi Ramazanin e ardhshëm. Allahu na ka mundsuar që të jemi tash. Deri në fund pikpyetja do të jemi apo jo. Po Ramazanin tjetër është mundësi pak ma e lartë. Andaj ta shfrytëzojmë maksimum pasi që jemi të. Gjitha ato të mira që Allah subhanahu na ka mundsuar, le të mundohemi të arrijmë edhe të shfrytëzojmë deri në maksimum që në fund nëse dalim prej Ramazanit, Allah na mësoi që dalim të pastruar, të falur, të liruar nga zjarmi i xhenemit me shumë të mira edhe me shumë përfitime. Lutë Allahun që ta bën prej tyre, dhe lutë Allahun që ta mëshiron edhe fal, dhe lutë Allahun që këtë Ramazan ta mundësi të hajërojmë ashtu siç është i kënaqur Zoti me neve, e lutë Allahun që baballarët e tonë, nënat e tonë, Allahu subhanahu wa taala të i fal, të i mëshiron, të sëmuni të i shëron, edhe lutë Allahun subhanahu wa taala që çdo musliman dhe muslimane të gjatë të vdekur, Allahu subhanahu wa taala të i fal dhe mëshiron. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.